6 viktima është bilanci një aksidenti tragjik që ka ndodhur rreth orës 6:30 të mëngjesit të sotëm në aksin Kukës-Shishtavec në Shqipëri. Një furgon i linjës me 13 pasagjerë doli nga rruga dhe përfundoi në një humner më shumë se 100 metra të thellë. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se aksidenti ka ndodhur tek vendi i quajtur Ura e Topojanit. 2 helikopterë transportuan 4 të plagosurit më rënd drejt Spitalit Ushtarak të Tiranës. Një burr tjetër është në Spitalin e Kukësit, ndërkohë që së shpejti urgjencën e Topojanit pritet ta lënë një udhëtar dhe një vajzë vetëm 3 vjeçare pas vlerësimit të gjendjes së mirë shëndetësore. Janë transportuar në gjendje të rëndë në spital për ndihmë më të kualifikuar me dëmtime në kokë, fraktura dhe hemoragjik të brendshme. Njëri sidomos ai që është transportuar me helikopter është në gjendje shumë të rëndë. Në spitalin këtu ku jemi sot të traumës, qendra kombëtare të traumës, kanë mbërritur me helikopter 1 person dhe me ambulancë 3 persona të tjerë. Janë 4 persona gjithsej. 2 janë në gjendje shumë të rëndë, 2 janë në gjendje më të mirë. Unë erdha këtu për të parë nëse do të kishte nevoja të tjera. Spitali është i gatshëm dhe ka të gjithë bazën materiale, po dhe gjithë ekipin e mjekëve në dispozicion për të përpjekur për t'i dhënë ndihmën më të mirë, sidomos 2 personave që janë në gjendje të rëndë. Sipas policisë, 3 prej pasagjerëve kishin gjetur vdekjen e menjëhershme në vendngjarje, mes të cilëve edhe shoferi, ndërsa 3 të tjerë vdiqën në urgjencën e Kukësit, ku ishin dërguar në kushte të rënda. Mjekët theksuan se një prej viktimave ishte shtatzën. Të dhënat flasin se shkaki i tragjedisë ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara. Menjëherë pas rrëzimit të furgonit në Gremin, banorët e rajonit kanë ndërhyrë në çlirimin e udhëtarëve dhe viktimave nga mbetjet e thyera të mjetit udhëtues. Tragjedia është pikasur nga roja e njërit prej hidrocentraleve aty pranë. Sipas dëshmisë së tij, furgoni është përplasur disa herë në përshkëmbinj për shkak të terrenit shumë të thyer.